Urdhri Ministrit Beqaj për të transferuar personelin e urgjencës së Tiranës drejt spitaleve universitare krijoi një situatë konfuze si tek mjekët që kanë shërbyer ndër vite në këtë shërbim, por dhe tek qytetarët të cilët nuk u sqaruan nëse do të kërkojnë ndihmën e parë në urgjencën e Tiranës apo diku tjetër. Skënder Brataj, drejtori i shërbimit kombëtar të urgjencës, shpjegon mënyrën se si do të organizohet dhënia e ndihmës së parë. Urgjenca e Tiranës nuk do të mbyllet. Një pjesë e stafit do të vijojë të qëndrojë aty, por një pjesë tjetër do të transferohet në spitalet universitare. Aty do të jetë një pikë e përgjigjes së shpejtë të urgjencës. Unë do të marr telefon dhe që aty do të niset ambulanca të shkojë tek qytetari. Shumë afër me urgjencën e Tiranës është qendra shëndetësore. Mund të hapet ajo 24 orë. Ato vizita që bëheshin ke qendra aty, shkojnë atje. Aty do të bëhen akoma marrja e thirrjeve për qytetin e Tiranës, pa mbaruar njësija koordinimin, ne s'kemi ku të shojmë. Dhe është normale që do të ketë personel për marrjen e thirrje, për vlerësimin. Një autoambulancë mund të jetë aty me personelin e vet, se s'ka mbyllje të shërbimit, nuk mund të ketë mbyllje të shërbimit paraspitalor, është absurde. Kushdo që ta pretendojë nuk është e vërtetë. Përveç urgjencave në spitalet universitare, ky shërbim do të ofrohet edhe në qendrat shëndetësore, që do të qëndrojnë 24 orë të hapura, si dhe në zona të tjera të kryeqytetit, si në Laprak dhe pranë dispanserisë. Pastaj do të shikojmë dhe qendra shëndetësore që mund të jenë të hapura 24 orë, qytetari ta ketë jo vetëm njësia 5 e Tiranës, jo vetëm urgjenca tek bloku. Po Lapraka pse mos ta ketë, po kombinati pse mos ta ketë, po nga Dajti, nga veriu i qytetit pse mos të ketë. Me autoambulancat në terren, koha e mbërritjes tek pacienti nuk duhet të jetë më shumë se 6 minuta. Kur vin telefonata dhe më kanë një shërbim, në të njëjtën kohë nisemi ne dhe niset dhe vdekja, dhe kush arrim përpara fiton. Qendra kombëtare e urgjencave do të jetë qendër unike në Shqipëri, që do të bëjë organizimin dhe koordinimin e këtij shërbimi. Godina po ndërtohet pranë Spitalit Universitar të Traumës dhe punimet bashkë me vendosin e sistemit kompjuterik pritet të përfundojnë në fund të 2016-s. Brenda qershorit besoj se mbaron me ndërtimet, suvatimet, këto punët e ndërtimit dhe me impjantet. Nga qershori mendohet tash jemi në fazën e përgatitjes dhe vlerësimit të njësisë elektronike ose sistemit të integruar që do të bëjë vlerësimin këtë që ta më parë. Me përfundimin e asaj do të plotësohet, do të kolaudohet, do të bëhen prova dhe mendojmë që brenda vitit të jetë në gjendje funksionale. Qytetarët në të gjithë vendin do të telefonojnë në numrin 127 ose në numrin 112 që po pilotohet si numri i emergjencave kombëtare. Stafi që do të punojnë në qendrën kombëtare të urgjencës do të marrë thirrje nga gjithë vendi. Nga ata do të koordinohen autoambulancat që janë të shpërndara dhe sipas tipologjisë së sëmundjes do të bëhet shpërndarja e pacientëve në urgjencat e spitaleve.